Dokumentari më kthej në ditët e para. Ma kthej me morën atje, që ishte dhimbshme. Dëshmitarët ishin të parë të cilët i kemi marrë, dhe ishte ashtu se çka thanë. Por duhet ta lidhi edhe atë që the dëshmia i ndihmon gazetarit, i ndihmon prokurorit, i ndihmon mjekësisë ligjore dhe të gjithëve. Po e marr një shembull për i lidhi dy raste. Masakrin e Tivarit, e cila tash këtë veti bë 81 vjetorin, dhe për i marrë masakrat e Kosovës që 27 vite. Tash në Tivar, ne jemi si këshilltin të antarësum në atë masakër, që jemi duke bërë pirumtime dhe identifikime për marrjen e dëshmive. Po e thamë për këta mësafir që i kemi këtu, se pas 81 vite zbulohet një dëshmi e vërtet. Dhe një bosnjak thot, në oborrin tim, thot janë 3 shqiptarë të vërrosur. Thot të plagosur dhe të vërrosur. Por thot, nuk mund të vdes pa i të rjek dikush ata trupa dhe pa i të regu. Do të të pas 81 vite. Dhe kërkon që ata trupat nxirren dhe të zbulohen përmes analizës së ADN-s. Dhe këtu janë aty dëshmitë, rrëfimet, vendet, 2 rreshta, veç i shkruan, që tu dyshohet se ka qenë, kemi pa diçka, që tu diçka, ne kemi zbuluar që sa kemi mujt